Mendoni që ka individ që kanë blerë mandatin e deputetit? Shumë, pothuajse të gjithë. Pse? Jo të gjithë. Pothuajse pse? Ja ju them një shembull unë nga vetja ime që më ka befasuar. Kam dëgjuar shumë, se mos duhet merrem me llafe, kam dëgjuar shumë që bëjnë. Edhe i bëjnë, sepse i kam parë. Kam parë sepse them si mos e ble mandati, ku i gjeni edhe më parat për shembull që ti krijon një qendër politike për të krijuar atë shtabi çfarë bën ti, dhe ti paguan hotele luksoze me njerëz që paguan shtrenjtë. Ku dalin këto para? Diku dalin, ka diku, ndodh diku diçka e çuditshme. Po ja. Pra siç ndodh kjo, ndodh edhe kjo tjetra. Më mend më kanë pyetur, përshën kërshia ime, njerëz të afërm, më kanë pyetur sa lekë bleve mandatin. Ka qenë trondit se ta të më bëj dhe ma bëj njeriu im, dhe për të sa ma bëj njeriu im, do thot, s'kisha pse të më rëzitesh, a ditë, pyste dikush tjetër, do të isha, edhe 150.000, 200.000, dhe më thënë për këto shifra flitesh, për 300.000, dhe pasaj dëgjova këto ditë, thash, po ti kisha këto, aq të 300.000, do të kisha bërë libra prapë. Se gjithë jetën time, çfarë paraje kam patur, e kam bërë libra, a kupton? Dhe kjo ka qenë një nga lumturitë mia më të mëdha.